Velipoja është ndërruar në një qendër të rëndësishme ekonomike dhe turistike dhe me përfundimin e nën stacionit të ri energjetik me kapacitet 50 mega, zgjidh përfundimisht çështjen e furnizimit me energji për të gjithë zonën. Zëvendës kryeministre, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, mbrojtë ditur se tashmë investimi për ndërtimin e rritit 20 kW në njësitë administrative Velipoj, Bashkia Shkodër ka përfunduar. Sipas Ballukut, ky projekt përfshiu vendosjen në funksion të 21 kabinave të reja dhe ndërtimin e një linje të re elektrike me gjatësi 10 km, duke synuar rritjen e sigurisë dhe cilësisë së furnizimit me energji elektrike. Në funksion të këtij investimi strategjik është edhe nën stacioni i ri 110-20 kW, i cili garanton furnizim të qëndrueshëm dhe cilësor me energji për rreth 1100 abonent venda, si dhe për mijëra turistë që frekuentojnë këtë zonë bregdetare gjatë sezonit turistik. Ky projekt përbën një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të infrastrukturës energjetike në zona turistike dhe kontribuon drejt për drejt në zhvillimin ekonomik të rajonit.